Para se të ikim nga Stambolli, ndalesa e fundit është Nusreti dhe të shikojmë nëse ja vlen apo është dështim. Sinqerisht pritshmëritë kam shumë të larta, por kur pash çmimet ishin akoma dhe më të larta. Kështu që sot do ta provoj dhe do jap mendimin tim pa asnjë filtr. Unë nuk kuptoj një gjë pse na lanë që të prisnim 10 minuta jashtë ndërkohë që kishte hapësira pafund dhe vende bosh. E nisëm me një sallatë që ishte shumë e shijshme. Si fillim nisëm me Nusret special, ishte mishi shumë i butë, shkriheshe në gojë dhe mund të them që kishte një tenxhere gjallë, prandaj e bëna ishte mirë. Prisja prezantimin me krip, por nuk ndodhi. Nëse vini nuk duhet lini pa e provu Locum Burger, që ishte hamburgeri më i mirë që kam provuar. Ky quheshe Tomahawk dhe në momentin që e provon e kupton pse flitet kaq shumë për të. Ishi pastër, shihet totalisht e fortë dhe gatuar në mënyrë fantastike. Ai, nuk mund ta mbyllim dot pa një baklava që është e ëmbël e ngrohtë klasike turke dhe perfekte për në fund, sidomos me akullore më të mirë. Dhe duke e shoqëruar me çajin turk, bën dyshim perfekte. Por aja vlen Nusretin në të vërtetë, nëse shkon vetëm për ushqim ka edhe vende më të lira. Por në fund mendoj që marketingu e ka fryrë pak më shumë se ç'duhet. Jam kurioze nëse ju do e provonit apo jo për ato çmime.